jetë. Sepse sot do të kemi kënaqësi të flasim me një personazh e cila është fantastike në sferën e saj, mirë po është një aktore, poete, por edhe prezantuese e njohur. Tashmë sigurisht e dini se për kë po bëhet fjalë, për Xhejlane Tërbunja, e cila së fundmi ka botuar edhe librin e saj më të ri, Asgjë s'ka ndryshuar. E njohur për energjinë e saj dhe interpretimin e saj në të ndjerë që ka në skenë dhe në ekran. Ne sot do të flasim pak më shumë edhe për dimensionin e saj artistik, i cili tashmë po gjen edhe një kahje tjetër, është pikërisht edhe poezit. Mirë po për më shumë e kemi në lidhje të drejtë për drejt Xhejlanën, mirëmëngjesi. Dhe shumë faleminderit që e zgjuar së bashku me ne sot. Mirëmëngjesi Xheki. Mirëmëngjes, unë juve nuk po ju shoh, s'po di a duna me dhes televizorin. Jo, nuk ka nevojë, thjesht do na dëgjosh. Është e rëndësishme që ne të shikojmë ty. Po dukemi shumë bukur të tre bashk. Xheki, Ama kallëzomni mas pari çka keni vesh. ne kemi veshur me ngjyrë rozi, jemi të dy të veshur. Dritroth, të vërtetën. Jo. Unë kom vesh një këmish, Leila. Dritroth tha është e kaltët, unë tash është vjollc, Është ngjyrë edhe nuk u vjollce. morëm vesh prej në mëngjes. Çfarë Unë jam ngjyre është? daltonist jam, realisht, kështu që nuk i dalloj ngjyrat shumë. Dhe Kështu e qoj me dritrojna, që në i kam të mëngjes. gjitha të ngjyrë të zeza, kështu që nuk i dalloj Mirë, ngjyrat apo shumë. ju pëlqejun, apo dukna mirë? Po Edhe për ti me ngjyrë të shtatën zezi, apo jo? Shumë bukur. Po dritro. E qëllove me të parën. Xhelan, Xhejlan, me një mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në emisionin tonë të Po. mëngjesit. Ne do donim shumë që të të kishim prezent këtu në studio, por uroj që një të ardhme të afërt të kemi edhe prezent këtu në studio, në Unë Shkup. fillimisht të por- më pyet Xhejlanin se çu ka mëngjesi Xhejlani. Fantastike. Ma së shpeshte, çu është rutina. Gjithmonë me buzëqeshje, besoj. Jo një herë kom vran jonin, po komiklet. Por jeta vazhdon. Mëngjeset e mia janë në fakt të thjeshta. Unë nuk pi kafe, nuk kam ndonjë ceremoni kështu prej princeshe. Zakonisht veç kam dëshirë me uqu me i la sytë, dhëmbët, edhe ndoshta e pini gotë ujë, edhe qështu e nisi ditën. Më smirti, më thjeshtë. Jo, nuk e komplikoj jetën, sepse ka njerëz që nuk kanë atë shohin, punë. nuk dëgjojnë, papi kafe, se kom atë hall. Ka të shumë ashtu, për një ndër ta jam edhe unë, që nuk funksionojnë fatkeqësisht sepse na është bërë një rutinë e keqe, të cilën e kemi krijuar që moti edhe e kemi shumë vështirë për të shkoputur, por janë këta Po besoj muaj. ti dritro ke vrarë shumë njerëz. Po. Shumë njerëz, unë po vazhdoj të vras shumë njerëz, sidomos tash në muajin e Ramazanit dhe kemi pak më problem. Por gjithsesi mundohemi ta sfidojmë atë me luftën e brendshme që e kemi me vete. Por tashmë mund të themi që jemi adaptuar. Xhelan, ne në emisionin tonë mëngjesit kemi çdo ditë tema të ndryshme. Tema e ditës të sotme është jetojmë si shoqëri për të punuar apo punojmë për të jetuar? Kisha pas dëshirë me qenë kafsh, në fakt. Se kemi në atë fatë. Sepse ka dikush kujdes më të mirë ndaj njeriu, ndaj kafshës, ë? Jo, po ata nuk s'kan shqetësohen obligime. edhe aq shumë për shumë gjëra. Jetojnë për me ngranë edhe kaq. Nuk kanë halle të tjera. Po, se ka një thënie filozofike që kafsha më e keqe në tokë është kafshët për njeriu, thonë këta janë kafsh. Po, vërtet. Sepse njeriu, ne zakonisht e kemi përmendur disa herë në emision, që ne mundohemi që shumë kafsh të vrasim për t'i mbushur edhe stërmbushur frigoriferët. Faktori ndërsa kryesor që shkakton kafsha han një botën. kafsh për të mbijetuar. Pikërisht. Është faktori kryesor më negativ në fakt është njeriu. Xhejlan, unë dua pak të rikthehemi tek botimi i fundit i yti, edhe pse të kemi parë në shumë dimensione të ndryshme, mirë po tashmë Do edhe të flasim me pastaj, do t'i botimin zbulojmë të tënd gjitha, të parë të poezisë, pikërisht libri Asgjë s'ka ndryshu. Prej të emrit të poezit mrena, na trego pak çu ka qenë krejt realizimi, çu ka shku, për sa kohë tu është dashur me përfundu librin. Ta dim pak ma shumë botën brenda. Se di sa ju intereson njerëzve kjo përgjigje, se është shumë teknike dyqysh, por unë shkruaj ka një kohë të gjatë, mandej vendosëm që me i mbledh dikun me
me I qitë këto poezi në një vend, edhe hajtë që bënëm një përmbledhje, prej kur nesëm me botu librin, me u marrë me librin, me shtypin, nështë ka zgjatë për afërsisht një vjetë, po thamë, por ilustrimet që janë mranda librit, këto u patën kry qysh para 4 vjetëve, mu I me thonë, 3-4 vjetëve. Do të fillimisht u realizohen ilustrimet, pastaj poezia doli. Pastaj libri, poezit, si me thonë, I pata ndohë qëllim shumë që mos me u përzi periudat, kështu që në këtë libër nuk ka poezi ma të vjetra, ose ma të reja se so nështë para 3 vjetëve a diçka e tillë, sepse po kam dëshirë që poezit e ardhshme që vinë me qenë në një periudhë tjetër. Mirë ka shku gjithçka me thonë drejtën, po ma e bukra e kretë kësaj ka qenë finalizimi, kur na e bënëm një promovim këtu, ju nuk keni qenë. Ne nuk kemi qenë, por... E kom vrejt. E dinim që ishte një javë pas promovimit të një miku tuaj që pati një javë para, që ishit ju prezent, që recitoni disa poezit të ti, më thua emrin. Jo, Arbri nëse ki fjallën. Po, për Arbrin ishte. Arbri ka pas... Unë e kom pas me 2 vjetor, ndërsa Arbri ka pas me 5 vjetor. Do më thëmë pas Arbri, pikërisht. Po, edhe Arbri ka lexuar, unë edhe unë kam lexuar Arbri. Gjilane, herën tjetër, thërëm mu, unë e detyroj dritrojnë. Kështu, do më thonë... O kry, flas veç me ty. Unë do me thonën jo ma të, do me thë nuk asese nuk mungoj. Jo, ishim në turne, ishim me shfaqje ne, për atë nuk patë mundësi që të shkojmë, sepse u takuam pas asaj me Gjelani. Besom Gjelani që unë ndërpredhe turnejon. Flas me gjithmonë ka një arsye. Justifikimet, po pra, unë e kam emri justifikim Gashi. Sepse e keni një emër të rëndom në Kosovë. Gjelani, më thuaj, më lem përshtypje shumë titulli I libri që e keni. Asgjë s'ka ndryshu. Çfarë s'ka ndryshu? Do më thënë, nuk është as optimizëm, as pesimizëm. Jo, në fakt është shumë e thjeshtë. Është pak, është një poezi këtu mranda, që ku emrin asgjë s'ka ndryshu. Po kjo poezi është pak ironike. Kur e lexon e kupton që nuk ka të bëj bashkë ashtu me asgjë s'ka ndryshu. Është veç një lojë fjalësh. E veç kemi vendosur që atë titull të asaj poezie me përdor për krejt librin, sepse po I intrigon njerëzit dhe edhe juve. Unë kam dëgjuar që I gjithë botimi jot avulloi shumë shpejt. Nuk e di. Vërtet është. Po, e dëgjova shumë shpejt, domethënë pasi bët edhe promovimin, edhe di që avulluan dhe premtove the që do të ketë një ribotim të shpejtë pas vitit të ri, nuk e di në deri ku ke arritur për të bërë. Deri në qendër në Prishtinë, qendër, aty në shesh. Kaq, mjafton. Shumë e bukur është në fakt shumë emocionuese kur botohet diçka dhe në fund të ditës vlerësohet. Ne kemi shumë pak, do të thoja, botime në Shkop, në Maqedoninë e Veriut. Fatkeqësisht, kështu që kur dëgjojmë në Kosovë që shumë shpesh botohen libra dhe me të vërtetë interesimi është kaq I madh, ne ndihemi me të vërtetë shumë krenar. Gjilane, ne të njohim në shumë profesione të ndryshme. Të njohim si prezentuese, si aktore. Po, aktore, prezentuese, tashmë edhe poete. Po kjo poezia është ajo momenti kur je I vetëm në shtëpi, jashtë profesionit, dhe përjetimet e ditës që ke kaluar, është një moment ku do të rrëfehesh. Dikush rrëfehet me pasqyren, dikush dihet t'i nxjerrë në letër. Ndoshta edhe në mëngjes, ala pa e përjetu ditën ka inspirim, domethënë varet pi poetit në poet, ku gjendet inspirimi. Më thuaj, cili profesion kështu pak më shumë të flan në zemër? Profesioni që më flan dhe që du dhe që bëj është gjithmonë aktrimi. Është fusha jam ku notoj shumë lehtë dhe shumë lirshëm edhe sigurt.
Ndërsa këto të tjerat kanë ardhë natyrshëm Plotësuese. si plotësuese komplementare. Jo diçka që kam zgjedhur, po kanë ardhur natyrshëm. Më pëlqejnë edhe këto të tjerat, edhe mendoj që artistët nuk e kanë shumë të vështirë me u gjendë në çfarë do fushë përreth artit, në art. Kështu që i bëj edhe me lehtësi edhe këto të tjerat, me shumë lehtësi. Gjeki, unë doja të të pyesja, sepse shumicën e rasteve, përderisa edhe kemi studiuar, por edhe gjatë shkollës së mesme, kemi lexuar shumë poezi. Ndonjëherë njeriu ndikohet prej ndonjë autori në mënyrën e shkrimit, në mënyrën e kujt i qaset, çfarë lloj poezie, çka përshkruan. Ti ku e sheh veten, në çfarë shkruan më shumë, çfarë të shqetëson më shumë, ajo që mundohesh që ta nxjerrësh me fjalë të bukura gjithmonë. Njerë në një intervistë më pat pyet dikush pse po shkruaj për dashnin. Kaq shumë, edhe unë thash sepse kaq shumë s'ka dashni. Por e vërteta e hidhun këtu është që njerëzit kohët e fundit po mendojnë ose po habitën ose po mashtrohen mrapa rrjeteve sociale edhe shumë llojshmërisë njerëzve aty edhe shoqënisë e cila nuk qëndron edhe nuk është e vërtetë edhe nuk është e prekshme. Edhe mandej këtu dikun po e humbim të vërtetën edhe dashnin edhe ndjenjen e cila na ka plotësu edhe na ka bu me qenë njerëz edhe të veçantë edhe na ka dallu prej kafshëve. Por këtu unë kam dhimbjen më të madhe në fakt te ky dallimi, ndryshimi shumë i madh i njeriut me prurjen e teknologjisë edhe me prurjen e zgjedhjeve. Sepse shumë zgjedhje, shumë partner, shumë dashuri, mandej e kemi hup rrugën. Ndoshta këtu diçka më nal, po në esencë është elementi vetë njeriu, edhe gjithçka që sillet rreth njeriut, edhe që e bën njeriun me qenë ose mos me qenë njeri. Poezitë e mia aty dikon sillen në vazhdimsi. Interesante. Shumë interesante. A mendon që të rritë munden edhe me marrën mesazhin, sidomos prej poezive, cili mendon që është problemi thelbësor të rritë, se kjo bota digjitale unë mendoj që normalisht i ka prek krejt grup moshat, po këta të rritë sikur se po ndikojnë më së shumti. Në vend se me përdor rrjetet sociale, gjithë teknologjinë për gjërat pozitive që munden mu punu edhe me përparu me teknologjinë, sikur se po që thave, po më shefemi së bashku, kështu si shoqëri, si kolektiv, po më shefemi mas profileve, mas fotove perfekte, jetës perfekte. A mendon që të rritë... Gjitha është iluzion. E gjitha është iluzion, mirë po edhe sikur shumë i besojmë rrjeteve sociale. Marim referenca atje në një botë imagjinaris, ku dikush e bën në mënyrë tendencioze, por përfitime të çuditshme dhe e shet si të mirëqen, sikur ekziston. Cili shkon mesazhi Xhejlan kështu për të devijojnë rrugët pikërisht për këtë çështje. Devijon rruga e të rinjve. Humb empatia, humb ajo dashuria e sinqertë, humb sinqeriteti mes njëri tjetrit, nuk ka shoqëri të shëndetshme, e kështu. Nuk e di, është e vështirë me këtë teknologji edhe në këtë kohë është shumë e vështirë me përqu një mesazh, sepse ditë të sodit përqohen pafundësisht informata të cilat po na ngarkojnë edhe po na lodhin trunin edhe shpirtin. Edhe është e vështirë që diçka që thom unë sot ndoshta me imbet dikujt në mendje ose në zemër e me veçu ato. Sepse jemi të bombardum për informatave të internetit. Kështu që mendoj që veç ata të cilët dëshirojnë me ndryshu edhe me qenë ma mirë edhe ma qetë
mundën me marrë një mesazh të tillë. Përndryshe jo gjithkush mundet me pranu një mesazh të tillë. Por megjithatë kisha me thonë, çkado që ju bën me u ndi njeri, edhe çkado që ju ngroh zemrën, mos e vini në dyshim dy herë, po qëndroni çaty. Edhe përqafojeni çato. E mandi çado që sillet për rreth. Mbi të gjithë Shumë e momenti. bukur. Ndodhen në atë moment përqafoje. Që e thave dhe mesazhin ndoshta nuk e merr, nuk përqohet të gjithkosh. Ndoshta Gjelana është më e mirë që gjithkosh nuk duhet me kuptuar diçka, e kupton? Është edhe e bukur e kësaj. Ishte shumë e thellë kjo Valbona tash. Jo, po mesazhi nuk është edhe për gjithkë. Ata që ja Që munden din ta në fakt, lexojnë, po. Që mund ta kuptojnë është shumë mirë. Për ata tjerët, faleminderit shumë për prezencën. Vazhdoni me teknologjinë. Gjane, ku kemi me të pa në vazhdim? Jo, unë do doja ta pyesja edhe ti tregoj Gjelanes. Nuk e di, a ke TikTok, Gjeki? E kam një TikTok të cilin nuk e përdori, po... Po, nuk e di, a e di se je bërë virale në TikTok? Po kam dëgju me vjetë të tana. Sepse je aktoria e vetme në gjitha trevat shqiptare që e ke të qeshurën më organike dhe më të bukur në të gjithë trevat shqiptare. Është fantastike, është bekim, do të thoja. Me vërtet po. Faleminderit shumë, faleminderit. Sa shumë ka komente në lidhje me këtë qeshjen time. Prej atyne cila e thojnë mshele gojën se na teshe. Deri te ato. Sa më pëlqen. Gjithmonë duhet me bo të kundërtën atyre komenteve, kështu që u shtofshin të qeshur. Përderisa e ka kështu të këndshme, unë të garantoj Valbona, ta them prej këtu, që Gjelani do jeton 1 shekull e 20 vite. Amen. Unë po rikthejmë të pyetja që deshta pak më parë me bo, cilat janë plane Gjelan, don më rikthy skenës, ke planet diçka që mund të nda me neve, këni ka shkupi pak me nda, po ashtu edhe me prezentimin, ku jemi, çka po bojmë, edhe po presim vëllimin e dytë të librit, Kismet. I krejt punë. Drejtën me thonë, unë jom shkëput prej disa saneve, sepse po du me u koncentru prap të aktrimi. Edhe në teatr edhe në film, sepse ka kohë që s'kom qenë prezente. Në film nuk mundem edhe pak me lujt, sidomos në Kosovë, për shkak që unë isha pjesë të qendrës filmit Kosovës aty, edhe çdo film që realizohet mbështetet prej qendrës filmit, është një konflikt interesi që nuk ma lejon unë me qenë pjesë e filmave. Kjo është pak sa e çuditshme, edhe por kështu janë ligjet. E di. Por shpresoj që shumë shpejt kanë me rregullu atë rregullore dhe atë ligj dhe kanë me mujt të tjerët me lujt. Çdo qoftë, po du me u koncentru te aktrimi. Përndryshe për momentin jam duke kuru një program që ndodh për çdo vjet, poezi për fuqi, ndoshta e keni ndëgju, me Art Poles edhe Zana Hoxhën që e organizojnë. Po. Edhe këtë 5 mars kam ndodh ajo ngjarje, të cilën e kam kuruar. Ndoshta edhe ju mundeni me ardhë, që s'vëdi... është ajtën. Jo bezes mundeni si largë shkupi. Edhe largë, kështu po... Jo. Po në justifikon nuk publikisht. arsyetohemi. Do me thonë është ajtën nëse nuk gabohem. Këtë javë. Po është ajte. Prej orës 6 duhet me ndodhë. Në mbrëmje. E aty është një event i përvjetshëm, ku është me fokus te gruaja, te fuqia e gruas, edhe lexojmë poezi nga autorë të ndryshëm që flasin për dashurinë, për fuqinë, për gjithçka lidhet rreth gruas. Këtëherë është një program shumë i bukur, që marrin pjesë aktor, gazetar, poet të ri, poet të dëshmum, edhe ka me pas edhe slam poetry, kjo poezia e re që po ndodhet edhe në botë, prej studentëve të ri. Kështu që kam qenë një natë shumë e bukur. Uroj dhe shpresoj që ta përcjellim dhe të jemi prezent, por me që jemi edhe në minutat e fundit, Gjelan, po na shkon shumë shpejt edhe po e te kaluam edhe skenarin, unë do doja
që si Gjejlan, me një eksperiencë të shumë, me një bagazh të shumë, si në teatr, në për filma, si moderatore, një mesazh për të rinj, të cilët janë shumë skeptik kohëve të fundit, si në Maqedoni, si në Shqipëri, po ashtu edhe në Kosovë. Sepse është një virus i përgjithshëm që i ka kapluar. Pak ma herët më duket që e përqova një aty, kur Valbona më pyete, nëse mundet me qenë aj, le të jetë aj mesazhi. Por në përgjithësi nuk e di se çka me thonë, është një periudhë ku na ka përfshi të gjithëve teknologjia dhe na ka hub topin. Por prap po e them, çkado që ndodh, sado robotike që ka me u bo jeta, është shumë mirë mos me harru njeriu vetën edhe arsyen e ekzistencës vet, edhe që kjo që na jemi të marrum prej mishit edhe gjakut, edhe me qëndru mrena vetës tonë, edhe me u prek, e me u përqafe, me ndjen njëri tjetrin. Me i përdor shqisat. E jo me fol kështu si une edhe jo tash, po Por të jemi me prezent, ndjen frymën e njëri tjetrit, edhe me vazhdu me u prek, edhe me u përqafu, edhe me komuniku në këtë mënyrë, sepse na kemi nevojë për njëri tjetrin, edhe kjo është diçka që ka me ekzistu sa të jetoj edhe ekzistoj njerëzimi. Për me kompletu gjithçka që gjitha të bukura që i shprehu edhe Gjilania, unë do doja vetëm me thënë që kretë ndjenjat duhen mu përjetu, jo vetëm me qenë një fasad që ne jemi shumë të lumtur, jeta ime është perfekte, unë nuk kam asnjë problem, do të thonë përderisa i ndjejmë dhe i bashkëndjejmë të gjitha ndjenjat, do të jemi njerëz shumë më empatik, diçka që është duke kohëve të fundit. Gjilan, faleminderit shumë që sot ke pranuar të jesh bashkë me ne. Me të vërtet ka qenë kënaqësi edhe shpresojmë që herën tjetër të kemi këtu në studio. Mos shfrytëzojmë teknologjinë, por të jemi prezent. Po. Shumë faleminderit edhe juve për këtë bisedë të këndshme të mëngjesit. Ju dëshiroj një ditë të mbarë edhe një javë dhe një muaj edhe një vit. Faleminderit shumë. Gjithashtu, suksese edhe t'u shtofshin punët dhe krijimtaria Xheki. Edhe përshëndetje për të gjithë shikuesit Maqedoni. Faleminderit shumë. Mirupafshim.